1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Këtu e kam siglën gati, po prisni, për çfarë do flasim sot. Ju e dini se duhet ndaj me ju një informacion për të gjithë botën e muzikës, të artistëve shqiptar. Kur duhet bën një videoklip, këngëtar me emër ose më pak të njohur e kanë shumë të lehtë për gjetur një model e femër se sa një mashkull. Me sa duker, konkurset e bukurisë, agjencitë e marketingut, agjencitë e eventeve, apo dhe agjencitë ndryshme që merren me këto gjëra, me rekrutimin e modeleve, kanë më të thjeshtë, më të lehtë dhe është më e lirë të gjesh një femër të bukur dhe me aftësi aktrimi për një videoklip se sa një mashkull. Po, në qoftë se je një mashkull simpatik, e ke më të lehtë për të qenë protagonist në një video dhe të paguash më shumë. Për këtë do flasim sot në Olti Curi TV YouTube. Por sigurisht të duen disa dhëna. Po, do flasim pikërisht për një biznes. Po, është një biznes në vendet fshi, në Greqi, në Itali, sidomos, dhe në vendet të tjera, edhe në Jugoslavi, edhe në Bullgari, në Rumani, në zonat rreth e qark në Ballkan, po edhe në Itali, siç e përmenda, ju keni parë se në klipe shumë të rëndësishëm të këngëtarëve dhe këngëtarëve shumë të rëndësishëm, shpeshherë protagonist nuk është vetëm këngëtari apo këngëtare në fjalë apo klip apo grupi muzikor, por në klip janë protagonist edhe personazhe, ndonjëherë aktorë të njohur, aktore të njohura, por shpeshherë edhe të panjohur. Po, janë model ose modele që përveç se janë të pashëm, kanë edhe aftësi aktrimi që në mënyrë që në video apo në videoklip të tregojnë aftësitë e tyre, të tregojnë se sa të zot janë për ta përçuar historinë që përmban teksti i këngës apo atmosfera e videoklipit. Por, duke pyetur disa këngëtare e këngëtar lart e poshtë, të cilët i është dashur për të patur në videoklipet e tyre, pra një model apo modele apo më shumë, vura re se sipas tyre, vura re që në Shqipëri sot është më e thjeshtë për një këngëtare e cila dëshiron të organizojë një videoklip shumë të bukur me protagoniste një vajzë apo një djalë, e ka shumë të thjeshtë dhe kushton më pak një vajzë modele se sa një djalë model. U habita për këtë se ka menduar se ka shumë nga ata të rinj të cilët e pëlqejnë këtë fushë edhe pse u bën pjesë e videoklipeve. Por jo, nuk është e thjeshtë për të gjetur një mashkull protagonist për një videoklip muzikor, ndërsa vajza ka më shumë. Në fakt, aktualisht në Shqipëri nuk ka një konkurs bukurie që nxjerr një mashkull mister, sepse pikërisht në ato konkurse dikur dilnin edhe fitues, po përveç fituesve